kombit tonë. Falenderoj shumë për ftesën që na bët, edhe na krijon mundësitë që të themi edhe ne di fjalë për të mirën e vendit tonë. Nga jeni i nderuar? I nderuar, emër? Unë jam Rushit Kamishi, jam origjinë nga Bulqiza. Nga Bulqiza. Kam punuar në minierën e Kromit, kam qenë dhe ushtarak, kam shërbim të sistemet, sistemi modist ishte uni, edhe s'kishte tjetër, që si në erdhë demokracia u shlium edhe nga emocionet, nga shtrëngimet, edhe fëmijët në rritën shku në diaspor, dola pension për akoshëm, edhe unë diaspor ka 24 vjetë. Po, pyetjen tuaj. Pyetja ime është, me qenë se paketa e malëve është miratorë. Kemi pengesat theksume ligjore nga ligji 7501. Sepse ne kemi qenë punë shteti, kemi qenë larg vendlinjës, edhe s'kemi pas mundësi që të bëjmë letrat individuale si mas ligji 7501. Një ligj që ata parlamentarë nuk mund të thejmë kriminella, po ligj kriminal se akoma dhe sot përviten bashkomësit tonë nga i ligj famkeq. Ma i keq se ligji i reformës agrare më nizu. Po e shpytë të njëri, po të ligjet vetë. E qartë. Atëhere, lidhje me këte. Po paketa e maleve të ky paneli është pak bised që nuk shëndronin ndërruar. 10 vjetë unë jam i ligjit. Jam dakord me ligjet të shtetit. Po jo të ky panel. Atëhere, nuk ma japin mu se s'kam, o pronat në emër Gjishit. Gjishi ka tek edhe baba. Tani me që pyte për të se paketa e maleve është pikërisht për të të shpëtuar nga kjo pjesa 7500. Pyet se su shpëton datë. Po pra, po nuk shpëton, nuk të shkoj në korat ndërtej, po dhe ndërtej ati ke toka e flaku tim. Po aty pra? A pra, pikërisht. Po s'ma e pra komuna. I kam bë kërkesë ka 10 vjetë. Shkoj ke noteri, thot... Jo s'ke pun fare me noterin, fare. Se kështu shkoni ke noteri që t'ju marri në i lek noteri. Atëre, prit të shej, prit. A do përgjigjen? Jo të t'jap këtë mendim unë ty. Jo, se nuk është ko për mendim, tu është ko për përgjigje. Nëse ke në plan të bësh një gjë të toka e gjyshit tatë. Nuk dhe bëjon, do t'jali im sa ndërtos. Djali jot, shumë mirë. Atë tokën që t'ka lënë gjyshi, bëj kërkesën ke Këshilli Bashkiak i Bulqizës dhe Këshilli Bashkiak i Bulqizës brënda 30 ditëve nga kërkesa do të miratoj tokën për të bërë atë ndërtimi që do bëj djali. Kaq. Po s'ko më ke noteri, as ke gjyqtari. S'ko ke Këshilli Bashkiak, prandaj kemi bërë paketë në maleve. 10 herë kam bërë kërkesë, zotëni. Po se ke bërë pra kërkesën, ma jep mua kërkesën, hajt, ba birë mu. Do ta djeg unë të Këshilli Bashkiak i Bulqizës. Faleminderit. E dita Nderuar për parlamentin. Të lutem, i nderuar. Unë kam punuar në minierë e Kromit Bulqiz, edhe dihet se çaj situata është janë minatorët atje. Janë paguar me një pak si në zi vjetojnë. Nuk u miraton ligji për statusin e minatorit. Kam protestu, është premtu që ishtë në 2013 kam qenë edhe unë atë me zotin Edi Rama Bulqiz, në atë miting, e kemi përgëzu edhe kemi votu masivisht se Bulqiz ka qenë gjithmonë në djathtë. Se ka qenë rënuar nga sistemi këmë. U këthemi edhe në votën, akoma asi. Inderuar. Aq me e keqë, një deputet inderu mund të jetë, i krahasoj minatorët e Bulqizës me balerinat e oprës. Një fire e randë, shumë e keqë. Zotri, unë shpresoj që në këtë mandat do të jep një status minatorit. Më falë. Jo, kam një moment shumë të rëndësishëm. Të lutem, më dëgjoj pak. Më dëgjoj pak. Më ndihmon stafi. Kam harxhu lek zotin. Kam harxhu lek, kam marrë apo stafat për të më ditë për patriotë e mi. Nuk themun se s'ka bo punë shteti. Sepse ne kemi ka hec fshati im është te kulla hubi. Ka pas ministra, ka ardhe kry ministri, i dhon prioritet, aja nuk o në fund botës, po në fund katonit tonë, 50 km me Tiranën. Më falë.
Për këtë, kanë ardhur Të lutem, do më dëgjosh. I nderuar, të lutem do më dëgjosh. Tani, këtu kemi të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Jo me diasporën, mos bëj debate. Janë të gjithë nga diaspora që kanë ardhur në summit. Televizor, atëherë bëj debat. Jo me ne. Kemi diku tek një orë që po flasim, të bëjmë pyetje përgjigje që të marrim edhe ne komentet. Pension tu, ka punuar edhe atë me djalin tim, të vëlla pensionin tim, po shqetësimi nuk është për te ky panel. Nuk është për te ky panel. Tani më mirë kupto dhe mua nga parlamenti duhet nisma ligjore. Kaloja mikrofonin zonjës që të marrim nga një koment edhe për ftuarit e tjerë, sepse unë nëse keni ndërmend ta ndërtoni vendin. Tani ta respektojmë zotin Marash dhe zotin Rexhepi që gjithashtu kanë ardhur këtu në panel, tu bëjmë nga një pyetje nëse mundemi.